Dhe me thëmë, ta veprime, kinse për të mbështet figurën e Hashim Thaqit, i ngjajnë shumë asaj këngës vjetër qytetare shqiptare po këndon Bilbili sabah në sabah. Do të jenë shumë të kujdesshëm. Se çdo gjë që është fol, a dini se njeriu i cili është potencial për të akuzu, që quhet dëshmitar, e ka marrën si akuzori. Se i akuzori ka të drejtë të rrenë, të mashtroj, po nuk dënohet, nuk penalizohet. Shumë pak njerëz e dinë këtë. Dëshmitari o pranon që të bashkëpunoj, ose një gënjeshtër me e thonë, me njerë penalizohet me burg. A ka të vërteta për këtij bilbilizmi të quaj kështu? Absolutisht. Nuk është rastisht atje Hashimi dhe drejtuesit tjerë të ÇK-s. Bilbilizmi është janë rezultati bilbilizmit? Ashtu edhe i njerëzve që s'kan pas lidhje me luftën, që kanë tregu filma, një prej atyre është edhe Zoti Ahmeti, dhe në ato filma i kanë dhënë gojës tepër, se ai që s'ja djeg zemra, shpirti, me vlla, me nip, me motër, a jep gojës, lufta është çështje e rrezikshme.